Qarshia e vjetër e Gjakovës, një prej thesareve kulturore dhe historike të qytetit, po përballet me një problem që po ndikon drejt për drejt në pamjen e saj karakteristike. Gjithnjë më shumë biznese po vendosin reklama të paqëndrueshme, estetikisht tabela prej hekuri, ngjyra të ndezura e dizajne që nuk i përshtaten frymës tradicionale të kësaj zone. Shumë prej këtyre reklamave duken të vendosura pa kujdes dhe shpesh bien ndesh me identitetin arkitektonik dhe kulturor të Qarshisë, duke larguar atë nga origjinaliteti që e bën të veçantë. Madje edhe disa nga vetë pronarët e lokaleve shprehen të shqetësuar. Njëri prej tyre që operon prej vitesh në Qarshi thotë se nuk jemi kundër reklamave, por të përdoren dru e dizajne që i përshtaten kësaj Qarshie. Duhet me jalon ato të veten që shëko. Do më thonë trashëgimie e vjetër, me shku ka vjetër. Jo me bo kombinime pa lidhje. Madje ai pati edhe një propozim në lidhje me këtë çështje. Gjitha këti problemi, shteti është, oda zejtarëve është. Edhe bojnë kryesinjës aty, edhe mujnë këtë kalaj mi rullu këtë punë. është oda zanatlija, oda zejtarëve atje jetojnë. Po, kanë mundësi me ndërmarrë diçka dhe me kry këtë punë. Për të kuptuar sa do të bëhet ndonjë zgjidhje në lidhje me këtë rast, apo do të ndërmiret ndonjë veprim, kemi kontaktuar me drejtorin e qendrës rajonale të trashëgimisë kulturore në Gjakov, Visar Haxhibeqiri, por nuk kemi arritur të sigurojmë një përgjigje deri në transmetimin e kronikës.